Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unë quhem Afrodita Qamili, kam ndjekur platformën Itkan. Jam shumë falënderuese që kam ndjekur këtë platformë, pasi nuk është hera e parë që unë ndjek kurset të mësimit të leximit të Kuranit. Por diferenca ka qenë goxha e madhe. Në fillim kurset që unë ndiqja kanë qenë që mësoheshin format se si shkruheshin në fillim, mes, fund dhe më pas rregullat e tjera. Do të shpërblej të gjithëve që na mundsojnë që ne ta mësojmë këtë kurs, jo vetëm fizikisht, por edhe online. Kjo është një ndihmë shumë e madhe për ne që nuk kemi mundësi të ndjekim kurset fizikisht. Por diferenca që kam parë te kursi platforma Itkan ka qenë goxha e madhe. Pse ka qenë e madhe? Sepse ka qenë shumë e lehtë për të kuptuar, shumë e lehtë për të mësuar dhe shumë efikase. Pra menjëherë ja merri ato benefitet dhe menjëherë kuptoje se si të lexoje sa më rrjedhshëm dhe sa më mirë. Inshallah na mundsoj Allahu ta lexojmë rrjedhshëm, por do të falenderoja shumë për këtë platformën Itkan dhe të gjithë ato që Allahu ka bërë të mundur që ta krijojmë këtë platformë dhe ta bëjmë të mundur që ne ta ndjekim nga online. Një falënderim të veçantë do kisha për profesor Lutfiun, shumë këmbgulës, i vendosur, shumë fleksibël për ne dhe shumë të lehtë na e ka bërë për ta kuptuar dhe për ta mësuar. Zoti shpërblet gjithëve. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Unë kam marrë pjesë në një kurs 4 mujor për mësimin e alfabetit arab përmes platformës Itkan dhe desha ndoj me ju përvojën dhe opinionin tim. Unë jam njohur me platformën Itkan përmes një postimi i Hoxhe Sheikh Hamedit në rrjetet sociale. E sapo kam pa postimin, nuk kam hezituar asnjë sekondë dhe jam regjistruar në platformën. Unë kam përfituar shumë nga platforma Itkan. Kur kam filluar këtë rrugtim, nuk kam ditë asgjë gjë, kam qenë komplet fillestar, por sot elhamdulillah pas këtyre 4 muajve kam filluar të lexoj nga pak Kur'an, suret e Kur'anit famlar, në gjuhën në cilën Allahu ka zbrit fjalën e tij. Dhe sinqerisht kjo njësia me arrit me lexu Kur'anin në gjuhën që Allahu e ka zbrit është e papërshkrueshme, mendoj që është njësia më e bukur në botë. Gjithashtu duhet shpreh kënaqësinë time për cilësinë e mësimit dhe zhvillimin e tij. Mënyra e shpjegimit të mësimit është cilësore nga profesor Lutfiu. Elhamdulillah kena pas një profesor shumë të mirë, profesor Lutfi Nasufin, të cilit i jam jashtëzakonisht mirënjohës, një njeri me zemër të madhe, me durim pafund. Allahu ja shpërbleft për çdo mund, çdo fjalë e çdo përkushtim që ka dhënë për ne gjatë këtyre muajve që më na bë mësimin sa më të lehtë, sa më të qartë dhe sa më të kuptueshëm. Po ashtu duhet falenderoj nga zemra gjithë platformën Itkan dhe gjithë ata që kanë kontribuar dhe që kanë vënë të mundshëm realizimin e këtyre mësimeve. Allahu ju shpërbleft me gjithë të mirë të kësaj bote, gjithë të mirë botës tjetër në ahiret, e Allahu qoftë i kënaqur me ju. Pa diskutim, unë ju sugjeroj platformën Itkan të gjithë atyre që duan të mësojnë leximin e Kuranit. Selamu alaikum, unë jam Egzon Hoxha nga Kosova dhe jam tash disa muaj student i platformës Itkan. Andaj edhe sot desha që tregoj dhe që njoftoj formën se si jam njoftuar dhe përshtypjet e mia për këtë platformë. Në fillim unë kam parë këtë platformë në rrjetin social në Facebook, edhe ku kam shprehur dëshirën që të regjistrohem. Edhe kur jam regjistruar, në fillim mësimet janë dukur paksa të vështira. Kur e kam parë edhe librin, mirë po mendimin e profesorit tonë të dashur, kemi parë që mësimet kanë qenë shumë më të thjeshta, për shkakun që profesori çdo herë na ka shpjeguar çdo gjë në detaje edhe në mënyrë hap pas hapi. Kështu që me këtë video unë dëshiroj dhe shfrytëzoj rastin që të falenderoj edhe profesorin për punën e tij, nga se çdo herë kemi pasur mësime kur profesori na ka pyetur nëse kemi të qartë ose jo. Çdo herë profesori na ka përsëritur gjërat për çdo mësim që kemi mbajtur. Andaj e falenderoj shumë për punën e tij, për sabrin e tij dhe për shpjegimet e tij. Andaj edhe në përgjithësi dëshiroj të falenderoj platformën Itkan. Allah ju shpërbleft të gjithëve. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jam Elvis Fuga nga Shqipëria. Unë njoha për këtë kurs përmes një postimi të një imami shqiptar në Facebook. Më pas u regjistrova. Unë njohu me profesorin që ne ka ndjekur dhe falenderoj për mas. Një falenderim gjithashtu gjithë stafit të fondacionit Itkan dhe donatorëve
që bëjnë të mundur vazhdimin e këtij projekti. Fillimisht njihja thjesht të shkronjat e gjuhës arabe, nuk arrija të lexoja. Edhe tani arri të lexoj, kam ato lakunat akoma për të mbushur, po inshallah me shpërtë të Zotit, besoj se do t'i kalojm. Nuk është thjesht një diplom, domethënë që po kërkoj, por thjesht të avancoj në leximin e gjuhës arabe, të paktën për momentin ky është objektivi im. Deri tani besoj se gjërat kanë shkuar mirë. Allahu na lehtësoft për më pas. Faleminderit edhe një herë tjetër për gjithçka, për gjithë sforcat që keni bërë për të na ndihmuar. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum rahmetullahi barakatuhu. Unë jam Erblina Musallaj dhe jam pjesë e platformës ITKAN. Në fillim mendova që ky kurs do të ishte si të gjitha kurset tjera, mirë po e kuptova që ky kurs dhe kjo platformë nuk është vetëm mësim, por është për kujdesje, motivim dhe disiplinë për të mësuar fjalën e Allahut ashtu siç ka zbritur. Ajo që më ka pëlqyer më shumë në këtë kurs është edhe metoda që profesori kishte, domethënë na ka motivuar dhe na ka mbështetur pa gjykim dhe presion, por me disiplinë, seriozitet dhe durim. Gjithashtu, metoda e tij ishte shumë e qartë e të shpjeguarit, kishte feedback të vazhdueshëm, si dhe një plan të ndërtuar profesionalisht të mësimit. Gjithashtu dua të falenderoj platformën ITKAN për mundësinë që na dha në Arabinë Saudite dhe gjithashtu dhe profesor Lutfiu. Allahu aboft këtë vepër sadaka rrjetëse dhe u lehtësoft çdo hap në këtë jetë dhe në ahiret. Assalamu alaikum rahmetullahi barakatuh. Assalamu alaikum. Unë jam Ervan Gjemaili, vin nga Kosova, nga Gjilani. Jam pjesëmarrës në kursin për mësimin e abecedës kuranore tek platforma ITKAN. Unë para një viti kam filluar të mësoj shkronjat e Kuranit me një hoxh nga Mitrovica, mirë po për shkak të angazhimeve familjare dhe angazhimit në punë, nuk kam arritur ta përfundoj kursin. Dhe kur isha në pushim në Kosovë këtë verë, u takova përsëri me hoxhën dhe i thash që nëse formohet ndonjë grup i ri, me lajma sepse do ta vazhdoj përsëri. Hoxha e nderuar pas një muaj apo 2 muaj më ka dërguar një link të platformës ITKAN, se aty do të mbahet një kurs. Unë platformën nuk kam njohur më herët, hoxha e nderuar më ka dërguar, Allah e shpërbleft, dhe kam filluar mësimin e shkronjave kuranore. Platforma më është dukur shumë e lehtë, mënyra se si mësohet abeceda është shumë e komplikuar. Fal edhe profesorit që ka qenë shumë i kujdesshëm ndaj nesh, ka pasur shumë durim dhe ka dhënë maksimumin për të na sqaruar ashtu siç i ka hije. Andaj e falenderoj shumë profesorin për durimin që ka dhënë gjatë këtyre muajve, po ashtu falenderoj edhe platformën ITKAN dhe gjithë ata donatorë që kanë mundësuar mbajtjen e këtij kursi. Allahu ju shpërbleft me gjithë mirat e kësaj bote dhe të ahiretit. Assalamu alaikum rahmetullah. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Opinioni im rreth platformës ITKAN për ta përmbledhur në 1 minutë e gjysmë është e pamundur, por do të përmbledh disa pika kryesore. Në platformën ITKAN jam njohur nëpërmjet nusës time, e cila ka studiuar më parë në këtë platformë. Unë kam qenë mbështetësi i saj në përballimin e emocioneve në cilësinë e studimit. Ajo ka qenë nxitësja ime në regjistrimin e kursit që zhvillon platforma ITKAN. Përfitimet nga platforma ITKAN janë të shumta në familjen time. Sot, në familjen time, për 5 anëtarësh, të gjithë studiojmë rreth leximit të Kuranit dhe memorizimit. Mësimi zhvillohet në mënyrë të rregullt, si në ditët e caktuara, ashtu edhe në orarin e nisjes së mësimit. Dua të shpreh kënaqësinë time për cilësinë e mësimdhënies që zhvillon platforma dhe mënyrën e shpjegimit që bën profesori Lutfi, që studenti ta ketë sa më të lehtë kuptimin e mësimit dhe ngrohtësinë që ju jep nxënësve. Allahu është shpërbleft për durimin e pakursyer që ka bërë me ne gjatë periudhës së mësimdhënies. Për të gjithë ata që duan të mësojnë leximin e Kuranit, unë i këshilloj platformën ITKAN. Unë kam kënaqësinë të shpreh mirënjohjen për platformën ITKAN në Arabinë Saudite.
Selam aleikum, unë jam Raimonda Breshari me profesion infermiere. Një ditë para përfundimit të regjistrimit në platformën tuaj, më vjen një mesazh nga një shoqe që sapo kishte mbaruar kursin dhe më thotë që nëse do të mësosh apo të përvetësosh leximin e Kuranit, të këshilloj që të regjistrohesh në platformën ITKAN sepse ja vlen. Nuk hezitova përderisa ishte mësimi online që të jep mundësinë të jesh në punë, në shtëpi edhe të mësosh. U regjistrova direkt. Elhamdulillah, metoda ishte shumë e mirë dhe interaktive. Tani që po mbaroj kursin, dua t'ju falenderoj nga zemra për mundësinë që më dhat. Një falënderim dua të shkoj edhe për profesorin, për përkushtimin dhe durimin gjatë shpjegimit. Sa do t'ju falenderoj unë, janë shumë pak, vetëm dua t'ju them që Allah ju shpërbleft më të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. Allah ju nderoft. Selam aleikum të gjithëve, vëllezërve dhe motrave në fe. Unë quhem Samir Ismani, 15 vjeç, nga Shkupi, studenti i shkollës mesme në Bologna, Itali. Platforma ITKAN më ka bërë në ndjej që njëti mësimin. Afrimin me dijen dhe kënaqësinë e Allahut. Faleminderit shumë profesor, se je konë shumë i kuptueshëm edhe më ke ndihmuar të kuptoj më shpejt dhe më lehtë mësimet. Faleminderit edhe platformën ITKAN në Arabi Saudite, se është një platformë shumë e lehtë për ta mësuar Kuranin. Mua personalisht më ka pëlqyer shumë. Allahu ju begatoft. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu të gjithëve. Unë jam Suhejb Ismani, 17 vjeçar nga Shkupi, studenti i shkollës së mesme në Bologna, këtu në Itali. Për mua platforma ITKAN është një dritare që më ka afruar më shumë me dijen dhe me shumë vëllezër të dishëm në rrugën e Allahut. Ajo që më ka lënë përshtypje të thellë është pastërtia dhe qëllimi dhe sinqeriteti i bashkëveprimit. Profesori është shumë i qartë, i kuptueshëm dhe shumë simpatik, edhe më ka pëlqen shumë metodologjia dhe metode dhe aplikacionet që ka përdoruar për na mësuar më lehtë dhe më qartë Kuranin. E falenderoj edhe platformën ITKAN në Arabi Saudite për këtë mundësi të artë që na ka dhënë. Mua personalisht më ka pëlqyer shumë kjo eksperiencë. Allahu ju shpërbleft dhe të gjithëve me të mira.